sa ndikojnë këto emocionet, si stresi, frika në jetën e tyne, a mund të themi që këto po mund t'i përballojnë apo vetëm po i neglizhojnë? Pa dyshim që po i neglizhojnë, pa dyshim që neve prandaj kemi problemet mëdha të shëndetit mendor, jo në vendin tonë, por në përgjithësi. Unë mendoj si në vendet e zhvillume akoma është më theksume, kështu që kjo është problemi që ajo ndikon direkt shëndetin mendor, sidomos trive. Prandaj mendoj si nuk po kushtohet rëndësi, ata shpesh po e neglizhojnë këto simptomet edhe problemet, edhe veç atëherë kur e shohin si vërtet po i pengon në funksionimin normal të jetës përditshme, ju drejtohen profesionistëve. Cilat janë ato shenjat e para që ata i neglizhojnë? Zakonisht në përgjithësi secili, sidomos te problemet e shëndetit mendor, secili individ është individual, unik, por edhe mund të ketë simptome jo të njëjta me të gjithë. Prandaj shpesh edhe ky është problemi kur ata shohin nëpër rrjetet sociale njerëz të cilët nuk janë të fushës që diskutojnë për problemet e shëndetit mendor dhe neve duhet me cek si jo të gjithë kanë simptomet e njëjta. Prandaj kjo është problem shumë i madh edhe ata vetë me identifiku që kanë problemet shëndetit mendor. Paraprakisht mundet me qenë problemet me gjumin, mund me qenë një frikë e pashpjegueshme, frika që mos ka probleme të shëndetit fizik, pastaj simptomet fizike, humbje disponimit, ndjenja e inferioritetit, ka shumë simptome, por janë shumë individuale. Kjo në varësi të individit, në varësi të triut që e prek.